Është dita e fundit vërtet e procesit i cili zgjati kaq shumë, i procesit të gjykimit të 4 drejtuesve të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Njëri prej tyre, zoti Thaçi, ishte president i Republikës Kosovës, zoti Jakub Krasniqi e zoti Kadri Veseli ishin kryetar të kuvendit të Republikës tonë, kurse Recep Selimi, general i ushtrisë qëndrore të Kosovës dhe udhëhoqi edhe grupin parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë, sa që unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me konventën evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejtë ma mërmenja që u shkel në mënyrë dhënshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë qëndrore të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre, dhe kjo është e para që dua ta them. Pra ka qenë një shkelje brutale e të drejtës për me pas gjykim të arsyeshëm në kohë. Tjetra është që ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë qëndrore të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Kundër këtyre njerëzve ishte drejtuar lufta e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Dhe këtë të vërtet nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet nuk mund ta ndryshoj asnjë gjykatë. E çka po përpiqet të ndodhë brenda kësaj gjykate është shtrembrimi i historisë, sepse edhe baza mbi cilën u ndërtua kjo gjykatë, që është raporti i Dick Martit, doli një raport i gënjeshtër